Filmi Bad Drop vjen në kinema si një thriller dramatik që zbërthen botën e nëndeshme ku besimi dhe tradhtia përplasen në çdo hap. Regjizori Eni Gurra tha për syri televizion se publiku duhet ta shohë filmin për ritmin, tensionin dhe historinë që flet, drejt për drejt me realitetin e sotëm. Projekti është një miks i jetës reale që sot po një akmarrë që del nga jashtë kontrollit për shumë pak gjëra të vogla dhe fillon një ngatarës shumë e madhe. I flet realitetit shqiptar, po vjen pak më në mënyrë artistike, po mos themi aq rëndom. Të gjitha bandat në film janë gjime që ketë me kollare. Aktorët Bujara Sjeriu, Mariglen Çika dhe drejtori i xhirimeve Lorenz Pelusha i theksuan veçantinë e filmit dhe mënyrën si trajton konfliktet moderne dhe dilemat morale, ndërsa Viola Nova u ndalte dimensioni emocional i personazheve dhe ngarkesa e tyre psikologjike. Për dramat, për shqetësimet, për të papriturat që po ndodhin në jetën e përditshme në shoqërinë shqiptare, të cilat publikun, njerëzit, jo vetëm i shqetësojnë, por i preokupojnë, i ngacmojnë. Realiteti që sot është në Shqipëri është intriga. Këtu intriga ka shumë. Skena me vështirë ka qenë një aksion që kemi bërë në një fshat boshatisur, në një zonë të Durrësit, që s'ka pas asnjë banor dhe ne kemi pas gjithë në dispozicion dhe kena përdorur xhirimet me car mount dhe me kran në lëvizje, që ndiqnin makinat, motorrat, armët, shpërthenin. Unë jam një vajzë e cila kthehem pas shumë vitesh nga jashtë dhe kam në qendër kryesore kam hakmarrje. Ka skena aksion të cilat ne me vërtet nuk i kemi parë më parë. Historia nis me rikthimin e një gruaje misterioze e cila sjell me vete një sekret që mund të trondit botën kriminale. Një shkëmbim i dështuar ndez përplasjen mes dy grupeve rivale, ndërsa Alisa, figura më enigmatike, luan një lojë të rrezikshme që çon gjithçka drejt shpërthimit. Bad Drop sjell në ekran një kast të fuqishëm ku spikasin Behar Mera, Bujara Sjeriu, Eni Gurra e të tjerë aktorë, duke i dhënë filmit intensitet dhe autenticitet. Për të gjithë dashamirësit e kinemas, prodhuesit e filmit bëjnë me dije se do të ketë edhe seri të tjera, për të cilat po punojnë të realizohen.